Partia Socialiste tashmë ka ndezur motorët elektorale dhe po bëhet gati për zgjedhjet e ardhshme vendore të vitit 2027. Vetë kryeministri Rama në podcastin Flasim bëri me dije se forca që drejton ka hyrë në një fazë të re komunikimi, më të drejtë për drejtë në të gjithë vendin. Kemi hyrë tani në një fazë të re komunikimi më të drejtë për drejtë dhe natyrisht në të gjithë territorin ku do të angazhohemi me një cikël takimesh me komunitetet në të gjitha qarqet për të folur për këtë moment të rëndësishëm të vendit, për punët që kanë nisur në këtë mandat 4. Në takimet me qytetarët do të flitet për punët dhe sfidat e ardhshme të vendit. Do të flasim për çka po ndërtojmë, do të flasim për çka shohim si pengesa për të kapërcyer, do të flasim për gjithçka njerëzit do duan të ndajnë me ne apo duan të dëgjojnë nga ne. Kryes socialisti e bëri të qartë si gjithë ky organizim është për të siguruar fitoren e radhës. Edhe në funksion të organizimit që si gjithmonë ne e nisim me kohë për atë që do të jetë fitoria e ardhshme shembullore e Partisë Socialiste vitin e ardhshëm në zgjedhjet vendore. Rama nuk la pa përmendur as aksionin kundër zaptimit të hapësirave publike, për të cilën tha se është një mentalitet i rrënjosur prej më shumë se 30 vitesh. Vazhdon me këmbgulje lirimi i hapësirave publike dhe imponimi i një statusi të ri të hapësirës publike. Nuk është e lehtë, është lufta me një mentalitet të rrënjosur me sa duket ende më thellë se sa këto 30 e kusur vite. Kreu i qeverisë po ashtu theksoi se do të përfundojë edhe hartimin një rregullore të përgjithshme mbi bazën e së cilës do të funksionojë shfrytëzimi i hapësirës në vend, ku 70% do t'i takojë publikut dhe 30% privatit.